Komenti jonë si fermer është reklamimi i produktit kulturës patates për tregtim dhe për çmim, që është baza, që prodhimi njelet stogje pa u tregtu, fermerit demoralizohet, s'ka vullnet për me punu. Por kur tregtohet, kur ka çmim, shtohet sipërfaqja e prodhimit të patates dhe shishtavës të kukshit. Ky është qëllimi. Dhe mirëmbajtja dhe ruajtja e kulturës patates bëhet në kavaleta ose në magazinat frigoriferike që bëhet me standard sipas kushteve që kërkon patatja për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e saj. A është problemi i tregtimit patates sot në Shqipëri? Sot është shumë problem. Pse lind pyetja? Lind pyetja se importohet dhe transportohet bjen mall nga jashtë, ndërsa vendas jetë për magazinat dhe stogjet e fermerët. Kjo është pika. Po kishin dhe tjere për institucionet e shtetit, pasi sot jeni dhe pjesë e këtij panajiri? Si i bëj shtetit që të blokoj prodhimet e jashtme për brenda vendit, pa u tregtu prodhimet e fermerëve. Ky është qëllimi. Atëherë fermeri me vullnet dhe me pasion dhe me dëshirë e zgjeron dhe shton prodhimin vendas.